dashur shikues të në Zoom, intervista javës këtë herë po realizohet pak më ndryshe. Jemi mësuar me qenë në disa qytete, po jo edhe në Gjakovën e Kusha, jo. Me i thonë Gjakovën e Kusha. Para me është i talentuare, i respektuare, një person që vetë sa u martu. Po, martesa ti ka bëbuj shumë të madhe në mediat rozë dhe gjithantej, për krejt organizimin dhe gjithë shka tjetër, po jo vetëm se me Taulantin kemi folë për shumë sa i përket karierës të ti. Fillimisht mirë se erdhëm na në Gjakovë dhe mirë se erdhe ti në Zoom, se nuk e qenë shumë atë. Mirë se erdhëm në Gjakovën e Kushe, në Gjakovën e Traditës, në një vend shumë të mirë, me gjitha të mira. Edhe faleminderit shumë që keni gjetur po më ardh, edhe shpresoj që jeni ka kaloninë. Unë i kom pregadit disa pyetje, po Taulantin edhe jashtë kamerës se kemi edhe mix si të shpis, kështu na u ka bo. Edhe nuk është që e shikojmë këtë pjesën e skenareve, se e di që je i pregaditur edhe po mendoj nuk i diçka barierë komunikimi që mos me të pyet. Po njëherë tregon qysh ka shku 2025, qysh ka qenë për ty si vetë. Ke pas goxha data të rëndësishme. E vërtet, si shumë vite tjera që janë për plot suksese, edhe ky vit ishte një prej viteve më të mira, ka aspekti i sukseseve personale, sukseseve kolektive, suksese të punës dhe nga ana personale që para pak jave veç e kurrizova veten me Makedonas këto. Ç'është po doket si ndjesi tash? Ndjenje pa përshkrueshme, ndjenjë shumë e mirë, doja dhe dua që gjithë secili ta përjetoj këtë. Nuk është që e ke bo shumë publike përveç pjesës pregaditjes dasmes. Vetë ke vendosur me mbajt hermetikisht mbyllur këtë pjesë dhe je fokusuar në karrierë, jetut ndoshta pak prej mësyshit apo si ka shku komplet? Se s'është që ke fol për dashurinë për intervista shumë. Ti e din shumë mirë për me dash me realizu diçka, një ide që e ki, nëse e bën publike e nuk realizohet, atëherë do më shumë i madh, se njerëz presin të teje. Andaj edhe unë kom pas disa ide, edhe jo mundu mi realizu ato më të mirat, edhe jo mundu me punu ashtu të në background këtë kohën që mi arrit. Në momentin që i kom pas që ja kom arrit, atëherë i kom bo publike gjitha ato që nuk kom pas më ndej barriera. Po gjatë punës, gjithë se cili është esa seriozitetit punës, edhe dëshirës madhe për me realizu ato, mes me pas barriera rrugës, jo mundu që puna let flet, jo goja. Nëse kisha folë ma herët atjerë punës kish pas. Nuk ishtë bo, shumë e vërtet. Qysh ka love? Ndoshta në natën tënde ku supozot të mu knoq mas shumë të lovësh, në fakt, sepse me ndonë komplet që ka ke hek me organizu. Po si tërsi, a je krenar me këto që e këto? Si vetë kritik shumë i madh i vetës edhe për gjithë juve që më njefni edhe ata që më njohin, që jam shumë kritik i madh i vetës, fatmirësisht ja ka vlejt çdo stres që kom jap, edhe çdo kilogram që kom humbë. Sa kilogrami ke unë? Sa? 17. Prej 72 në 60 jo bro. E pësa o Taulant? Pse? Njeri martohet më shnosh, më lëmëtoru? Po, dëshira e flakt për me shku gjithçka qysh është mas mirë, një ndëru se cilit. Ajo nuk e më ka shkry në kilogram, por e ka rrit dashni edhe qepin edhe gjithçka tjetër pozitive që me vazhdu tutje dhe me realizu që ata që unë e kom dashur.